cilin pozicion të Ahmetaj do të pranoj SPAK-u të shkojë atje. A është Ahmetaj një bashkëpunëtor i drejtësisë, edhe zdo të që je bashkëpunëtor i drejtësisë, duhet të jesh i penduar, edhe unë jam i bashkëpunëtor i drejtësisë, po s'kam bërë një faj. Kam bashkëpunuar hapur me drejtësinë për hir të vendit tim, parimeve të mia edhe parimeve të Zotit, sidomos. Ku unë mundohem me sa mundem për vete. Zotëria është në akuzë për vete. Nuk është dorëzuar drejtësisë, nëse ka dëshirë bashkëpunoj me drejtësinë, të bashkëpunoj edhe për veten, edhe për rastet e tjera që ai di. Prandaj drejtësia është sfidë shumë e madhe, kur themi drejtësi për mikun dhe armikun. Nganjëherë edhe miku të vihet në para drejtësisë, i detyruar ta pranosh. Drejtësia nuk ka dy interpretime. A do ketë një moment që SPAK-u mund ta thras konkretisht Arben Ahmetajn ose ta intervistoj, ta marrë në pyetje kudo ku tjetë, në mënyrë që t'i shkoj përtej deklaratave mediatike? Mund të vi, nuk e praktikoj, nuk e di. Mund t'jetë një sekret e timor, mund t'ketë një negocim, mund mos ketë. Për mua është mirë që ai të flasi çfarë di. Në këtë rast foli, u vlerësua informacioni i hapur që ai dha nëpërmjet medias dhe patëm këtë procedim deri tani. Të flasim po, sa Ahmetaj ka lënë të kuptohet në fakt që do të vi edhe aty ti deklaroj të gjitha pra në SPAK. Po të vi. Unë e inkurajoj që të vi. Duke mbetur te Belinda Balluku, a mendoni se kjo lëvizje e SPAK-u ndaj saj erdhi në të njëjtën kohë kur vetë SPAK-un e vizitoi dhe takoi kreun e saj zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, dhe a ka një dorë amerikane këtu në këtë rast që i lëviz pikërisht këto fije sa i përket goditjeve në nivelet të larta të politikës shqiptare? Po padyshim që në hapat më të rëndësishëm dhe në çështje ndryshme, ata kanë qenë dhe janë pranishëm. Ka amerikan, ka dhe italian, ka dhe tjerë. Aty janë nëpër korridore i këtë, në për zyra i këtë. Bashkëpunimi me ta ka qenë shumë i frytshëm gjithsej kohë, siç kemi rastin e bashkëpunimit për Sky, që kemi me partnerët evropian. Kjo është direkt me SPAK-un. Pra, ma merr mendja për hir të transparencës dhe të një strategjie më gjithëpërfshirëse, edhe ata janë ndjeni. Po që kanë mbështetjen e tyre në mënyrë absolute po. A mendoni se Belinda Balluku në gjithë këtë aferë që është rrezikon po aq sa Erion Veliaj duke që mund caktohet masa arrestit me burg ndaj saj, normalisht duke ju referuar një vendim i gjykatit të mundshëm nëse do të merret në këtë rast ndaj zëvendës kryeministres? Ne tani mbase bashkë, po më duket se edhe bashkë kemi përsërit 2-3 herë minimumi që unë kam thënë ne duhet të heqim me ligj imunitetin e deputetëve dhe të kujdo tjetër përballë drejtësisë. Tani ajo është deputete, do të ketë një procedurë në lidhje me imunitetin. Nëse do të ketë konstatime për gjëra të flagrante, mund të ketë veprime me njerëzve, të cilat prapë do të ballafaqohen me parlamentin. E rëndësishme është që në këtë rast shoh një heshtje ofenduese për shqiptarët nga ana e kryeministrit dhe zyrës të tij ka një zyrë jo të vogël të shtypit, ata dhe çdo institucion, e cila duhet prononcohet tani çdo ditë për publikun shqiptar. Jo vetëm për këtë rast, por për gjithë rastet e tjera. Dil zotëri, ke marrë përsipër të udhëheqësh vendin, dil dhe na trego çfarë ke bërë sot, çfarë ke bërë nesër. Se nuk është vendi jot dhe na ke ftuar mysafir në vendin tënd, po jo është vendi ynë. Dhe me që na ke bërë punët
totollisur në këtë mënyrë që s'po dim se kush nuk po vjedh më, unë bile ftoj shqiptarët të hapin konkursin, të shohin kush tender është i ndershëm. Besoj me 99% s'do ketë asnjë tender që nuk është vjedhur. Po ta investigojnë si duhet, ta analizojnë si duhet, me fondin limit dhe me të gjitha. Nëse do gjenë një tender të ndershëm, po marrë disa kohë pushime, domethënë, dhe nuk të pronësohen fare në media. E fto dhe qeverinë ta gjejë tenderin e ndershëm. Pra me këtë mendoj që edhe pse është mbajtur me hatër qeveria nga të gjitha llojet dhe mbase të auditimeve të tjera, pra janë bërë duke gjë më kryesore, qeveria duhet dali edhe duhet pronësohet për ti. Këtë përpara publikut për ditë. Dhe jo të dalin gazetarë që presupozohet që janë më afër qeverisë, apo ata që janë më afër opozitës, të cilët servirin në për dialogje dhe debate ndryshme, edhe gjysmë të vërteta si ato që ka serviruar dhe Benametaj. Shoh imazhin e qeverisë shumë goditur, nuk më intereson fati një personi, dhe në bisedat që kam pasur me personat me influencë, jo shqiptar, janë deri diku, edhe pse kanë ditur situatën në Shqipëri, që korrupsioni lulëzon, është i favorizuar, njerëzit aspirojnë të shkojnë në vende kyçe për të vjedhur, të jepë mundësia të vjedhin, pasurohen shpejt, duke marrë një flamur të ndryshëm partijak apo të një politikani nga mbrapa tjerë. Në këtë rast kanë shprehur edhe një çudi, domethënë, dhe pse e njihnin deri diku realitetin shqiptar. Pra, nga ky moment ku qeveria ka mbyllur prononcimin dhe ja jap dhe këshill, prononcohu, sqaro opinionin si shqiptar dhe ato jo shqiptar. Sqarimi që kemi prezumimin pavojësisë nuk pi ujë kurkund. Ato sqarime japim ne si jurist. Ti si qeveritar duhet sqarosh pozicionin tënd. Se do të stopohen shumë gjëra, do stopohen shumë investime, po dhe vetë integrimi i vendit. Unë mendoj që ky rast i ka dhënë një shqelmim të fortë integrimit të vendit. Pra kapitulli 23.4 duket me dylbi. Dhe të sqaroj pozicionin qeveria, këtë kam shumë të rëndësishme, pozicionin që ka me prokurorinë. Është armike me SPAK-un, apo është partnere si dy institucione të njëjtit vend. Boll me deklaratat të tilla të cilat kanë nxitur dhe i kanë dhënë kurajo gangsterëve shqiptar të kërcënojnë prokurorët e SPAK-ut. Ky lajm është më i vlefshëm ky që po t'jap. Dhe këtë kam sqaruar. Ti kujtosh prokurorit SPAK-ut se ke 3 vajza, kjo i kalon kufit. Të prokurorit çështjes së Ballukut. Nuk ka rëndësi tani, unë po them këtë. Ti kujtosh prokurorit SPAK-ut se ke 3 vajza. Ti çoj një prokurorit tjetër fotografinë e vajzës që studionte në Gjermani dhe ta ktheje në Shqipëri. Ne këtu as nuk kam bar, dhe as ja dim fare, zotja dim fare, për gangster të gjitha llojeve, edhe nga 500 vrasjet që kanë bërë, domethënë. Këtu o do bëhet kjo punë dhe qeveria shqiptare të marrë përgjegjësi përsipër, ose po drejtohemi pasaj edhe për ndihmë ushtarake dhe policore nga jashtë, por ne decidu ta vëmë këtu. Prandaj them, kryeministri të dalit pronësohet edhe për gangsterin që ka kërcënuar, edhe për rastin fjalë, edhe për qëndrimin e qeverisë shqiptare në lidhje me raportet që kemi me veten, me drejtësinë, me ligjin, po dhe me partnerët ndërkombëtar. Këtë e kam shumë të rëndësishme. Kupton?
Në këtë rast e përgëzoj po, prokurorin, me që jam plotësisht informuar, jo i mirë informuar, por plotësisht informuar, e përgëzoj prokurorin dhe na ka mbështetje deri në fund. Në përballje për drejtësi. Po kështu i bëj thirrje forcave policore të bëjë detyrën e tyre. Operacionet policore duhet të jenë të depolitizuara, siç janë bërë në kohën e Artan Didit. Në atë standard. Nuk ka as leje nga ministria, as nga kryeministri kur ka operacione policore. Nëse duan që të jenë në krah të ligjit dhe jo të jenë pasaj nesër përballë ligjit. Kur këto informacione dalin nga goja ime, mendoj që ata duhet i marrin seriozisht. Avokat, një denoncim të tillë të përafërt e ka bërë dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se Edi Rama ka kërcënuar prokurorin e Spakut që ka çështjen e Ballukut, duke i thënë se si guxon ai të prek pasaportën e zëvendës kryeministres së Shqipërisë. Në këtë rast, heshtja e kryeministrit Edi Rama tregon që është kundër Spakut apo kërkon që Spaku të bëjë punën e tij? Të dalit prononcohet me vepra, jo më me gjysma fjalësh, në çfarë raporti është me organin e akuzës speciale. Pra, këtë po them dhe unë. Berisha mund të flasë diçka që mund të qëndrojë për hir demagogjisë, se Berisha mban përgjegjësi vetë për kërcënimet që i ka çuar pafund Spakut si strukturë, denigrimet që ka bërë si strukturë dhe kryetarit saj dhe çdo prokurori dhe gjykatësi që janë marrë me çështjet e tij. Berisha ta qepi mirë atë gojën e madhe që ka dhe të rrihet përgjigjet para drejtësisë si Çeça. Është kryetari i PD-s, nuk ka asnjë imunitet dhe asnjë të drejtë që ta trajtoj Spakun me dy standarde. Kur i leverdis atij ta mbroj, kur nuk i leverdis atij ta denigroj.